Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka reaguar ndaj projektit të ri të reformës administrativo-territoriale, duke akuzuar qeverinë se përmes ndryshimeve të propozuara po thedhon largimin e banorëve nga zonat periferike të vendit. Gjatë një bashkëbisedimi me qytetarët, Berisha deklaroi se procesi i boshatisjes së zonave të ndryshme të Shqipërisë ka nisur. Sipas tij, me reformën e mëparshme territoriale të vitit 2014, ai pretendoi se reduktimi i njësisë vendore ka shoqëruar me ulje të shërbimeve, investimeve dhe mbështetjes së komuniteteve lokale. Zvoglimi me reformën territoriale të vitit 2014 të numrit të bashkive dhe komunave nga 410 në 61 kishte qëllimin më madhor përveç atij elektoral, dëbimin e butë të shqiptarëve nga Shqipëria. E vërteta po ndodh boshatisja e pamshirë e Shqipërisë nga shqiptarët. Vetëm për këtë, genocid të butë, genocid të krijuar për kushtet kalkuluara, u hoqi shërbimet, komuna, u hoqi investimet, hoqi mbështetjen për bujqësinë, përgjysmoi ndihmën ekonomike. Vetëm në një vit, në qarkun e Kukësit, qarkun më të varfër të Europës, ka ndërprer ndihmën ekonomike të 20.000 familjeve. Pra, ky quhet spastrim etnik për kushtet kalkuluara. Lideri demokrat përmendi dhe shifrat e emigracionit, duke thënë se gjatë dekadës së fundit një numër i madh shqiptarësh janë larguar nga vendi. Nuk ka humbur në 10 vite, siç ka humbur nga viti 2015 në vitin 2024, vetëm në hapësirën e Schengenit, sipas Eurostatit, 1.099.000 shqiptarë. Dhe nëse shtojmë statistikën e atyre që shkuan në Shtetet Bashkuara, atyre që shkuan në Kanada, Norvegji, Lindën e Mesme, Afrikë, Australi, vende tjera, e vërteta është që 47% e shqiptarëve në 10 vite janë larguar nga Shqipëria. Berisha u bëri thirrje qytetarëve dhe mbështetësve të tij që të marrin pjesë në protestën e 1 Kushtit, duke deklaruar se temperaturat e larta dhe presionet politike nuk kanë ndaluar kundërshtimin ndaj qeverisë. Ndaj dhe ftoj të gjithë demokratet e demokrat që jenë sonte në këtë uragan që ka tronditur dhe ka bërë të pashpresë regjimin e Edi Ramës. Në fund të deklaratës së tij, kreu i PD-s komentoi edhe ndryshimin e masës së sigurisë për ish-ministrin e shëndetësisë Ilir Beqaj, i cili kaloi nga paraburgimi në arrest shtëpie. Berisha akuzoi Beqajn dhe qeverinë për përgjegjësi politike lidhur me çështjet për të cilat ata janë përballë drejtësisë. Nuk mund të përgjigjesh, sepse zbashku me Edi Ramën jeni 2 faqezit më të mëdhenj në historinë e këtij vendi vetëm raport me koncesione. Deklaratat e kreut demokrat u bën gjatë një takimi me qytetarët në një kohë kur debatet për ndarjen e re territoriale kanë nxitur reagime në disa bashki të vendit.